Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Do ndalojmë përsëri tek një personazh i këtij sezoni televiziv. Vetëm përpara disa kohësh në këtë studio, një nënë e plagosur e cila në muajin korrik 2025 humbi vajzën e saj dhe një vit më parë në korrik të 2024 nga kjo jetë humbi dhe bashkëshortin, u përball me ishdhëndrin për çështjen e nipit të saj, por njëkohësisht edhe për një makinë që e ndjera ka pasur në përdorim. Ish bashkëshorti deklaroi në studion e emisionit Me zemër të hapur që makina ishte në emër dhe në pronësi të ish bashkëshortes dhe kështu si trashëgimtar i radhës parë, edhe pse minoren, djali i tyre duhet gëzonte këtë pasuri. Megjithatë nuk kanë kaluar shumë kohë nga vdekja e së ndjerës. Është një personazh i njohur televiziv pasi ajo për shkak të profesionit si mësuese, por edhe për shkak të sëmundjes së rëndë që po kalonte, ka dalë dhe ka folur publikisht se si bashkëshorti i kishte dhunuar edhe në shtrat e vdekjes. Të gjitha këto kanë sjellë probleme të mëdha për nënën e saj, për zonjën Drita, e cila pas emisionit të parë që kemi zhvilluar vetëm përpara disa kohësh, sot do të sjellë në mendje çfarë ka ndodhur menjëherë pas transmetimit të emisionit Me zemër të hapur. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmata dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në një lidhje me zonjën Drita për të mësuar detajet e tjera të kësaj historie pasi është mbyllur emisioni i parë, por për dëgjuar edhe komentin e të ftuarve të mi. Ndjekim materialin. Historia që u trajtua vetëm pak ditë më parë në studion e emisionit Me zemër të hapur ishte të bënte me një zonjë e cila pas vdekjes së të bijes në moshë fare të re ka nisur një konflikt të fortë me ishdhëndrin, i cili ka qenë i divorcuar nga vajza e ndjershme në vitin 2020. Zonja Drita u shpreh se vajza ka vetëm 3 muaj që ka ndërruar jetë dhe ende pa u mbyllur plaga i ishdhëndri ka nisur një konflikt në familjen e tyre, kryesisht ndaj djalit të saj, duke akuzuar atë se i ka marrë makinën dhe se ka dhunuar të birin. Por nga ana tjetër, Drita shprehet se makina ishte e blerë nga djali i saj dhe ja kishte lënë në përdorim motrës së ndjerë, e cila e përdorte për problemet e saj. Pas vdekjes, makinën e mori sërish djali dhe nga ky moment nisi një sherr, i cili përfundoi në kërcënime dhe në denoncime. Pas transmetimit të emisionit, dhëndri vendos të ndaloj takimet me nipin. Ndiqni rrëfimin. Mbas këtij materiali të përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmata edhe detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje, të paktën dua të ritheksoj edhe për teleshikuesin, për ata që ndoshta na shikojnë për herë të parë, djali i së ndjerës është një 12 vjeçar, ai jeton me babain, ka pasur një vendim gjykate që babai duhet paguante çdo muaj pensionin ushqimor dhe duhet bënte takime me të birin pas dhunës në familje dhe divorcit të çiftit. Megjithatë, pas vdekjes së nënës së djalit, dhëndri, babai i 12 vjeçarit nuk ka shkuar në gjykat për bërë ndryshimin e kujdestarisë së fëmijës, gjë që e kemi sqaruar në emisionin e parë nëpërmjet avokates zonjës Margarita Kola në studion e emisionit Me zemër të hapur. Madje ai theksoi, unë nuk e di pse policia e Korçës ka shkuar dhe e ka arrestuar kunatin tim, pasi ky fundit nuk më ka dhunuar. Megjithatë, ndoshta në transmetimin në emisionin Me zemër të hapur ai ka mohuar atë çfarë ka thënë në polici, por policia nuk shkon në familjen e dikujt kur kanë konflikte për pronësinë e një makine. Ne kemi mësuar zotrin se si duhet vepronte nëpërmjet ligjit dhe të ekzekutonte një tjetër vendim të gjykatës dhe të merrte kujdestarinë e të birit. Ai vërtet duhet ta takonte 2 herë në muaj, 1 herë në 2 javë, duhet të paguante detyrimin ushqimor, por mbas vdekjes së ndjerës, ky vendim gjykate ka rënë poshtë dhe duhet një tjetër vendim gjykate që kujdestaria
t'i kaloj babait. Megjithatë, zotria ka pretenduar diçka në policinë e Korçës, pasi kjo e fundit nuk ka pse të shkojë dhe të arrestoj kunatin në lidhje me pronësinë e makinës. Ai ka pretenduar që është dhunuar nga ana e kunatit, gjë që në transmetim live në emisionin e parë e ka mohuar pikërisht këtë gjë. Prandaj edhe një herë i tërheq vëmendjen policisë së Korçës, nëse dhëndri i zonjës Drita, babai i 12 vjeçarit, ka gënjur në lidhje me kunatin, ta shikojnë me përparësi të gjithë këtë histori. Është turp sepse vetëm përpara disa muajve zonja ka ndruar jetë dhe kockat e saj as në varr nuk po rrin rahat për shkak të konfliktit që kanë këto dy familje. Me mua në studio avokati zoti Ibrahim Sako, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjela. Në krahun tënd Etuar Tafa, psikologu ynë klinik, përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Do lidhemi përsëri me Greqinë aty ku ndodhet zonja Drita. Zonja Drita, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë, zonja Abisi. Unë të falenderoj edhe një herë. Po, të falenderoj edhe një herë. Po hapim përsëri plag në familjen tuaj. Eshtrat e sëndjerës nuk po i lëm dot rehat duke përmendur vazhdimisht emrin. Unë mundohem ta reduktoj dhe të flas vetëm me moshën apo me statusin e gjithë secilit prej jush, të kërkoj ndjes edhe në emër të stafit emisionit Me Zemër të Hapur, por me kërkesën tuaj jemi këtu përsëri ditën e sotme. Çfarë ka ndodhur pas mbylljes së transmetimit të emisionit parë? Po gjendja, si që thash herën e parë, ashtu. Ai të thash unë që ka vajtur, ka thënë që më ka humbur leqa kullimi i gruas, që thashë bashkjetoja, që nuk është e vërtet, që bashkjetonte me atë vajza, jetonte me mua, thash herën e parë, me babën e vetë, në qenë me burin, para se du di se thash ka një vit që më ka vdekur, me djalin 12 vjeçar, për 4 vetë. Kur dish im shosh, jetonim të 3, unë, djali dhe vajza. Punonja vetë që unë e mbanja vajzën time, me ndihmonin motrat e mia, që m'ja blinin ilaçe, që nisja në Turqi, m'ja blin oksigjenin që e kam në shtëpi. Se tash vajzës një punonin 15% mushkërit, se ju shfaq kanceri mushkëri nga leuqemia. Në fund pare, më moj të mori kokës, ju shfaq. Ditën që më ka vdekur vajza, kishë vjedhur leje aktin e shitblerjes, që ishte në emër të djalit tim dhe në emër të Drinedës, gjatë që kujt i shkonte në mendje që do të bënte një veprim të tillë, ditë vdekje. Djali pastaj e nxorri prap, dha 5.000 lekë të vjetra dhe e nxorri. Ka vajtur duke gënjur që ka humbur leqa kudhimet e ish gruas e Drineda Danglit në Avdi. E ka ndangli, ai ka marrë për shkak të dokumentave mbi emrin e ish burrit me gjykat. Edhe ka nxjerrë leqa kudhimet në emër të djalit. Djali është fëmijë i mitur, 12 vjeç. Po. Gjatë thot se kam të vërtetë. Njëherë më thash unë e kam shitur, do shkojnë t'ja marrin të shtëpia, se unë e kam shitur makinën. Unë i thash ti nuk ke të drejtë ta prekësh me dorë, jo ta shesësh makinën e mbirit. Se makinën e ka bler djali im, në punonte në Belgjik. Djali im që 13 vjeç ka marrë rrugët e Greqisë, në plitin e përstolat e Greqisë, duke dilur prutat këtej, molla, pjeshka. Ai nërsa është mësuar duke rëmbel kështu gjërat. Unë punova një muaj në Himar, të mbesat e mia, se kam pas një motor të martuar të Bollanot, po më ka vdekur, edhe jo e 25 vjeqe. Edhe mas vdekjes së Drinedës, i thash kështu mesës time, i thash do vita shtesë se po të shmendem thashtu, se shkoja 2 herë te varri, nuk më rrihet në shtëpi. Se kujtoj çdo vend kur jam me vajzën, çdo ecje. Akoma se kur kujtoj zërin, që më thotë o mami, më ndihmo se kam një në kokë. Më thot djalin telefon, mami thot, ishte thot Edi, ti thot me Erkidin, thot me Timnip. Edhe u bam thot fjalë të shpite sheraha, pse është Englanda shune, mos të kanë mami, unë bara të tjeni të shkoni 2 familjet bashkë, se është Erkidi në mes. Më thasa kështu, do të thënë ndoshta nga kjo erdhi edhe sherri i makinës. Që më thasa që verin më ka me rritë, se çdo muaj i të lekët e ushqimit për djalin, nga 80.000 të vjetra, ose 8.000 lekë të reja. E po që në
përpisa ka ndruar jetë, çdo gjë ka mbyllet. Po tani ju si do më hedhni mua lekë ushqimin të djalit, me të hedhni nedës ju do më hedhni mua për djalin, se si ta mbaj djalin. Zonja Drita, e theksojmë edhe një herë që në muajin korrik të këtij viti, vajza juaj e ndjer ka ndruar jetë. Historinë e vajzës tënde të ndjer e din gjithë shqiptarët të cilët kanë kontribuar. Ajo ka dalë dhe ka dhënë disa intervista. Megjithatë, nuk ja doli dot betejën me kancerin. Po, shumë larg zëri edhe me zor dëgjohesh. Është e vërtet. Në fakt edhe ne kemi probleme me këtë lidhje në bazë të internetit. Atëherë, do doja të dija, ditën e varrimit, dhëndri juaj, vetëm të lutem pa e përmendur emrin e nipit, ju e lajmëruat sepse kishte jetuar disa kohë, pavarësisht se ju thoni e ka torturuar edhe në shtratin e vdekjes bashorten e tij vajzën tënde. Ai mori djalin duke thënë që ky është prona ime. Është e vërtet apo jo? Bisi, ai djalin e merrte me fjalë, sa që kishte pushime, e shpjente fjalë drinita ime atje, kalonte pushimet. Po, bënte takimet dy familje të rregullt. Bënte dhe takimet që kishte caktuar gjykata, po. Vajza jote, momentet e fundit... Nuk i shikonte datat, se djali ishte 2 herë në muaj shkonte, prente masdite, gile masdite. Nga korriku i këtij viti dhe deri në këto momente që flasim, zonja Drita, ashtu siç i tha edhe avokatja në emisionin e parë, ai nuk është drejtuar gjykatës, por mendon, po pra, mendon... Kam pyetur avokatën Drinedës. Po? Edhe më tha mua, akoma tha nuk është vajtur tha njeri tha që të hap tha gjyq. Edhe pse këmbgulte, kur avokatja në emisionin e parë i thoshte që duhet të bëjë ndryshimin e vendimit të gjykatës duke shkuar në gjykat për të rënë poshtë sepse nuk e kemi më të ndjerën në këtë jetë, ai këmbgulte dhe thoshte që këto gjëra bëhen automatikisht dhe nuk e dëgjonte fare emisionin me zemër të hapur. Por e di çfarë dua të theksoj zonja Drita, përveç marrjes në këtë lloj mënyre duke quajtur pronë një fëmijë 12 vjeç dhe ky zotëri që e ka rrahur edhe në shtratin e vdekjes bashorten e tij, nënën e djalit. Kjo është shumë e turpshme dhe deklaron që kohët e fundit ata bashkëjetonin, gjë që nuk është e vërtetë se ju e deklaroni në këtë studio. Jo, e dashur, nuk është e vërtetë që Drineda ime ka bashkëjetuar me atë. E vërtetë, e vërtetë. Herën e parë që Drineda merrte 120.000 lekë të vjetra ose 12.000 lekë të reja nga bashkia e Korçës, edhe 5.000 lekë të reja e pagonja unë për Qeran, se kishëm 170.000 lekë të vjetra ose 17.000 lekë të reja. Mirë, duat ndaloj dhe tek çështja e makinës. I pagonte bashkia, 50 pagonja unë. Dua të ndaloj pak e dashur zonja Drita edhe tek ndalimi nga policia i djalit tënd. Ai deklaroi që unë nuk kam shkuar në polici për të thënë që Kunati më ka rrahur. Unë vajta në polici, tha vetëm për çështjen e makinës. Tani si ka mundësi? Ka gënjur në transmetim live, ka gënjur policin, apo policia e Korçës ka vepruar në mënyrë arbitrare me djalin tënd duke e arrestuar? Se këtë nuk e kuptojmë. Shikoj e dashur, kur ka vatur ka marrë policia djalin tim ora 11 i drekës, më ka lënë 2 fëmijë të mitur duke qarë vetë mes oborrit. Të thash, ka qenë fëmija i vogël, 20 muaj, njeri tjetri 7-8 muaj, si ka fëmijët në fjalë 1 vit diferencë, duke qarë, se as në kujshin nuk rrinin fëmijët. Kur më kanë arrestuar gjë, në orën 9 të darkës, a 10 të darkës, e kishën mbajtur. Djali im i kishte thënë, përse ka ardhur thënë ishte vendri, ke rra ish nipin, ke bjedhë dhe makinën të shtëpia. Si ka mundësi ta bjedhë makinën të shtëpia, kur shelta të kishte bet djali im, kur makina kur ka ndruar jetë vajza ishte në bord të shtëpisë. Që vajza djali më atë makinë e çoja vajzën në Tiranë, e çum herën e punit në Tiranë. Me atë makinë shkoja kudo, për latet e vajzës time derisa ka dhënë frymën e fundit. Ku është vjedh kjo makina? Te cila shtëpi është vjedh makina? Ku e rrahu djalin? Unë e mora aty nip në telefon, e i thash, tregoj thash nënës, thash kur të ka rrath thash daja aty? Nuk është e vërtetë më nëna. Tregoj nënës, thash kur e mbovi daja makinën? Po nuk është e vërtetë më nëna. Daja thash në kanë arrestuar. Me thuaj sa nëna që është e vërtetë, dalën kanë arrestuar thash se babi jot tash ka thënë tash që ka ardhur ishte Kunati, më ka rrahur djalin, ka bjerë makinën të shtëpia.
Edhe kur kanë arrestuar, i kanë thënë djalit, që kanë ardhur, e kishte thënë djalit kështu, 3 vjet dënohesh për rrahjen e nipit, ke rrahje fëmijë të mitur dhe 9 muaj për vjedhjen e makinës. E kush ja kishte thënë këtë gjë? I kishte thënë djalit. Kush ja ka thënë? Në polici. 3 vjet. Po ku e di policia? Në qoftë se del që ke rrahur nipin me gjithmend, 3 vjet dënohesh për rrahjen e të miturit dhe 9 muaj dënohesh për vjedhjen e makinës. Çfarë kërkonte policia e Korçës të thoshte me këtë gjë? Duke interpretuar një ligj që policisë së shtetit nuk i takon. Po pra që pas ka ra, se ka vajtur ky ka thënë se ma ka ra djalin dhe nuk ka vjedh makinën. Në dijenin time bëhen hetimet një herë dhe pastaj vendimin e jep gjykata dhe nuk ka të drejtë policia në marrje në pyetje ti lexoj dhe ti interpretoj edhe vitet e dënimit edhe në qoftë se ai do ta kishte Djali ma la dhe punën se kishte vajtur prapë të nesërmen për të arrestuar djalin se kishte vajtur duke shpifur prapë që më ka kërcënuar me jetë. Gjatë që nuk është e vërtetë. Po ja të ndalojmë pak këtu, zonja Drita. Të ndalojmë pak këtu. Nga Greqia i kam shkruar mesazh. I kam thënë, Edi, shko në polici, tërhiq kam thënë denoncimin që ke pa gënjeshtër, ma lësho djalin që djalin në shtëpi se ka 2 fëmijë të vegjël, ka dhe punën. Unë sa pa marrë makinën ta nuk e nxjerr, tha, atje të kalbet. Atëherë, le të ndalojmë pak këtu. Në emisionin e parë, në një përballje midis teje dhe Edit, ish dhëndrit tënd, ai deklaroi që unë nuk kam shkuar në polici për çështjen e rrahjes së askujt, thotë. Ju ka shkuar se ja kanë lexuar djalit policia, ja ka lexuar djalit, i vatur në policia e kam shkuar dhe kam kërkuar makinën. Por jo që makinën ma kam vjedhur. Këtë i deklaroi në emisionin e parë në një përballje me ty. Tani, gënjen Edi apo gënjen policia? Se janë deklarata që kishte banë policia dhe Vodhit, më ka rrah djalin, më ka vjedh makinën. E qartë. Pra policia është në rregull në bazë të kallëzimit që ka bërë qytetari. Po pra, edhe kishin thënë djalit, nëse del vërtetohet që ke rrah një fëmijë të mitur dhe ke vjedh makinën, 3 vjet dënohesh për rrahjen e të miturit dhe 9 muaj do dënohesh për makinën. Atëherë, do të kalojmë përsëri tek makina, por dua të ndaloj se ka të tjera zhvillime në familjen tuaj pas mbarimit të emisionit të parë dhe sot që flasim dhe po i rikthejmë edhe një herë këtë histori. Kush është marrëdhënia jote me Edhe një lutem se thash nuk dëgjohesh. Atëherë, mund të ma rregullojë regjia këtë gjë, ju lutem. Atëherë, nga emisioni i parë deri më sot, çfarë ka ndodhur me nipin edhe me ishdhëndrin? Im nip më mojnë telefon që tash isha në punë, kur folën pra isha në fush, edhe më merë. E tha me zemra nanësie, pas këta njerës po tash jem thash në fush, nana, më merë me të shkrojtur. Nana, tim kënë zjesa në televizor, nuk është e vërtet është në aty në televizor, po ke kënë zjerë. Babin tanë tash për punën e makinës, dhe për daj që ka gënyer, thashun që të ka radhash daj aty tash, edhe të ka vjedh makinën. E pa atëherë, tha, nuk të plas, tha, ma, tha, në mos një bjetha ma telefonit të mua, se mua do me tallin, tha, shokët që më këtë në televizor. Nuk është e vërtet a Sherkidi. Të mos e përmendim emrin. Pra, ishte shqetësimi i nipit. Kur plas me të shkruar, nga një herë i shikon mesazhet, nuk them përgjigje. Para 3-4 ditësh e marr në telefon. Është në çad, e shikoj që është ftohur, është larguar. E them shpirtin anës, se them unë, nuk do të flasësh me ne dua, po pse s'plet? Nuk e di, thot. Edhe më ran 2 minuta, u rkit. Se më tha herën e parë, tha, unë tha, që se më thash dajen? Ja, tha, sa po i shpytë ta marrë, tha, nesën telefon. Të nesën e kish fikur telefonin pare djali. E marrë edhe më ran. E them, u diri nanë, tha, si kisha shkojtur, i shikonte nuk thente. Pse nuk fletash me nanën, me dajen? Dua, tha, po nuk e di se pse. Po pse s'flet nuk e di, thot. Po duhet ta dish për Kidit, ashtë. Kur flet djali, një shikon nga krahu i djathtë, një shikon krahu i majt. Edhe i ndrohet komplet pamje. Mua më vjen keq për këtë situatë. Si kështë thënë të kanë nxjerrë në televizor, edhe do të tallin shokët që të kanë nxjerrë në televizor. Në thash kanë nxjerrë, nuk nxjerrë aty, po ke babin, pse? Se thash gënjeti për dajen, tash kur të ka rrah thash ty, tash e ka vjedh makinën e vet tash daja. Pra, nipi është në një situatë shumë konfuze, janë interpretuar keq gjërat nga ana e babait të tij. Nuk e di, me Edin ke folur? Nana kam thënë nuk të zemërohem shpirtin nas, kam thënë mjafton që ti jesh mirë, kam thënë të raha nas. Pa nana thash do dëroj.
Po me Edin, ke folur me ish-dhëndrin? Jo, Nuk e folur me të. jo. Pra, edhe në rastin e emisionit të parë, ai ka manipuluar përsëri situatën me të birin. Po pra, tani të shkruajta dhe unë të shkruajta dje. E vërtet. Mirë. Po pra ti thash, nëna thash mjafton që ti je mirë Erki, tash ti thash, po nuk të shqetësoj tash nëna më, nuk dua të të shikoj tash ty më të shqetësoj. E qartë. Unë të ai u shoh nënën e saj, ati. Ka komplet pamjen e Drinetës, sytë e Drinetës, aromen e Drinetës. Mirë, zonja Drita, e marrim pak vetën. Mami thosh, unë të largoj fizikisht, po ti do të letësh djalin dhe shumë kanë gjarë. Kur të matësh malli, ketësh djalin këtu. Zonja Drita, e mbledhim pak veten se jemi për një tjetër qëllim, të paktën emisionin të Bashkoj Familje dhe jo t'i ndaj ata, dua të lidhem edhe me Edin për t'i kërkuar llogarisë në emisionin e parë, nuk është përmendur fare djali ose mbi djalin është folur shumë pak, pa i nxjerr as edhe një foto një 12 vjeçari, gjithsesi, po pra, ky baba duhet të mbaj përgjegjësi dhe të mos elmoj më shpirtin e të birit për të pasur një komunikim me gjyshen edhe me dajën, pavarësisht situatës që ai vet ka si individ. E ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi me njëherë në studio. Pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti me zonjën Drita nga Greqia. Ajo kishte premtuar që në emisionin e parë që kur të rikthehej në Shqipëri do vinte fizikisht në këtë studio, megjithatë nxitoi të bënte emisionin e dytë pasi ka mbaruar emisioni i parë. Nipi i është thënë që ka dalë në televizor që gjyshja është ankuar për ty dhe kështu ka sjell edhe probleme të komunikimit me Nipin. Në këto qaste bie zilja dhe po lidhemi drejt për së drejti përsëri me zotin Edi, për ta pyetur këtë zotëri se çfarë ka djali dhe pse i është thënë një gënjeshtër e tillë. Vërtetohet nga gjyshja që djali ka thënë më ke nxjerrë në televizor, në këtë televizor apo në këtë studio është diskutuar vetëm përballja e ish-vjerrës me ish-dhëndrin. Fokusi ka qenë vetëm Edi dhe askush tjetër. Alo, përshëndetje. Zoti Edi, jam përsëri Evisa Meti nga emisioni Me Zemër të Hapur. Kemi komunikuar vetëm përpara disa ditësh bashk në një transmetim të drejtë për drejtë. Dhe ju i keni deklaruar djalit tuaj që ne në këtë studio kemi folur për atë vetë. Në këtë studio nuk diskutohet për 12 vjeçar, zoti Edi. Në këtë studio diskutohet për një marrëdhënie tuajën me ish-vjerrën. As më intereson fare, nuk dua të komunikoj fare me atë. Me zonjën mund të mos komunikosh, por që ti thuash djalit një të pavërtet, të lutem, zoti Edi, po sepse në këtë studio nuk u diskutua për djalin tënd, u diskutua për marrëdhënien tënde me ish-kunatin dhe me ish-vjerrën. Djalit nuk mund t'i përcjellësh gënjeshtra, Edi. Më kuptove? Sepse djali yt ka ndërprer komunikimin me gjyshen dhe me dajën, duke i thënë që më keni nxjerrë në televizor, dhe kjo nuk është e vërtet. Po pra, po nuk është e vërtet. Çfarë kemi folur ne në emisionin e parë? Përveç se të kemi këshilluar që atë vendim të gjykatës të shkosh edhe ta përsërisësh dhe të marrësh kujdestarinë e plot të djalit tënd. Çfarë të keqe ka këtu? Çfarë bëj unë as puna ime. Ju nuk keni as gjykatë, as prokurore, as gjë. Ne jemi gazetar dhe duhet të themi të vërtetën djalit tënd 12 vjeçar. Po pra, dhe do t'i themi të vërtetën djalit. Po të vërtetën është puna ime se çfarë i them unë djalit të vërtetë. Por ti nuk mund të manipulosh faktet që është e zeza mbi të bardhë. Çfarë fakte e zeza mbi të bardhë? Atëherë, në emisionin e parë çfarë kemi diskutuar Edi bashkë në këtë studio? Kemi diskutuar për djalin tënd? Po përmendë se djalin tim. Jo, djalin tënd ne nuk e kemi përmendur, por kemi thënë, po, patjetër, ne po interpretojmë ligjin, një ligj të cilin ti po e thyen. Ligjin, nuk kam thyer ligj unë zonjë. Zotri, ti thën djali është i imi. Në gjykatë le të vetë ku të dojë paraqitet. Jo, ti duhet paraqitet. Zoti Edi, po si mund ta mbash djalin tënd pa vendim gjykate? Vendimi gjykatës thotë që ushtrimi i të drejtës prindërore i takon nënës që ka ndruar jetë në korrik të këtij viti dhe ti duhet bësh takime dhe detyrime ushqimore. Nuk ka ligj që shkon automatikisht kujdestaria tek ty. Ti do marrësh këtë vendim gjykate? Ma për gjyq
zonjë nderuar, apa gjyq civil. Kur e ke hapur? Na e thuaj pa kërkesën, kur? Me çfarë date? Kur e kam hapur unë? Po mbas emisionit edhe mund ta kesh hapur, por nuk mund gënjesh djalin që kemi folur për djalin. Se djali është i mrekullueshëm. Ne djalin edhe tani në këto momente po përmend djalin. Ne themi kujdestarinë e djalit, jo djalin vet. Po kush e jep të drejtën ty në? Më fal. Po përmendesh djalin tim? Po patjetër o zotri, sepse je një baba që po mban në mënyrë arbitrare fëmijën tënd. Nuk më intereson fare me ç'të drejtë e përmend ti një fëmijë minoren. Me emër, me mbiemër. Unë nuk kam përmendur as emër dhe as mbiemër. Po e përmendi. Jo, e ke shumë gabim. Ajo avokatja që është aty. Jo, e keni shumë gabim. O, Edi, po si mund gënjesh kështu kur unë edhe sot nuk e kam përmendur emrin e nipit dhe kur e përmendte ish vjera juaj. Një 12 vjeçar. Një 12 vjeçar, po sa 12 vjeçar ka Shqipëria? Edhe emrin tim, me ç'të drejtë e përmend. Po unë s'të kam thënë as mbiemër më zoti Edi, dhe ti nuk e ke gjatë shkurt Edi. Po të thras me, po patjetër. Po të thras me shkurtimin e emrit tënd, pa të thënë as foto tënden dhe as mbiemër tënden. E ka bërë edhe 1-2 të tjera në 3 emisione, e di shumë mirë ajo ish vjera. Po patjetër, e ka thënë ish gruaja, të cilën e për shpifje, ka bërë një emision tjetër e u dënua 3 milion lekë për shpifje me vendim gjykate. Po na jep këtë vendimin e gjykatës, se kemi pritur gjithë dokumentat të cilat nuk na i vënë në dispozicion. Po përse të t'i vënë në dispozicion? Kush je ti të t'i vënë në dispozicion? Unë jam një gazetare e cila po dëgjoj një rëmpal dhe për të nxjerrë transparencën e kësaj çështje. Po mi pra ku ta di unë që nuk gënjeni juve? Ligjor që ke vetë ty dokumentat në dispozicion. Po atëherë nuk mund të thuash gënjeshtra në këtë emision. Atëherë pse e ndalon djalin të komunikoj me gjyshen? U largua. Se dëgjua masin fjalë. Si? Se dëgjua masin fjalë. A i thoshte që ky emision ka përmendur 12 vjeçarin, ja dhe tani, fjala 12 vjeçar sa 12 vjeçar kanë në Shqipëri. Po s'është përmendur asnjëherë emri. Unë po i them emrin zotrisë, të shkurtuar, sepse nuk është as emri i tij i vërtet, po shkurtimi i emrit të tij të gjatë dhe as mbiemër dhe as moshë dhe as tipik i gjithë atyre personave që përballë përgjegjësisë prindërore apo ligjore që kanë dhe kanë detyrimin për t'u përgjigjur familjes, fëmijëve apo dhe detyrimet financiare që kanë ndaj tyre, janë pikërisht këta lloj personash të cilët gjejnë artifica apo pretekste të ndryshme për të tejkaluar gjithë përgjegjësitë e tyre që kanë. Qofse Edi do ta kishte kaq shumë problem, do ishte kaq person i ndjeshëm apo i përgjegjshëm dhe i moralshëm, nuk ishte pse shkaktonte probleme të tilla, por mund t'i zgjidhte shumë mirë gjitha problemet që ka, pa i bërë publike dhe pa bërë probleme me familjarët e ish-bashkëshortes të tij të ndjerë, familjarë të cilët kanë kaluar një traumë dhe një dhimbje të jashtëzakonshme dhe to probleme që ai po shkakton janë në probleme që mund të shkaktoj një person i cili nuk ka empati, nuk ka dhimbshuri dhe nuk ndjen asnjë lloj përgjegjësie apo dhimbshërie familjare. Ti shkaktosh familjes të ndjerës, ish-bashkëshortes të tij, këto lloj probleme, këta mund ta bëj vetëm një person i cili nuk ka dhimbshuri dhe nuk ka asnjë lloj formimi qytetar. Problemin e parë ky zotria ka shkaktuar të birit, se nuk mund të gënjej kur ne themi vetëm moshën e fëmijës, pa emër, pa foto, pa asgjë të identifikuar, madje as mbiemrin e babait dhe as emrin e plot babait dhe as qytetin nga vjen e gjithë kjo familja. Kjo është absurditeti më i madh dhe nga Edi i emisionit të parë me këtë emision për të mos dhënë llogari dhe pastaj për të thënë që ish vjera ime shpiv dhe është dënuar, unë shkoj menjëherë në Greqi aty ku ndodhet zonja Drita. Zonja Drita, më dëgjon? Dëgjova. Atëherë, të lutem. Dëgjova që tha që jam dënuar. Po, je e dënuar? Absolutisht ja. Kur më ka Drineda, po më lejo të shpjegoj. Kur më ka Drineda me datë 25 shtator nga Turqia mas transplantit, merri poshtë pallatit dhe po grindeshe me timbir. Po. Deshte sherr. Ka marrë komisariatin telefon. Që ai kam thënë, më ka thënë Drineda tash nga Ankaraja. E kam tash poshtë pallatit tash po nga trotash me djalin, po bën sherr. Ka ardhur makina pogoni e ka marrë. Do vishta dhe tita me djalin për dhënë dëshmi, jetona në Bilisht. Po. Kur më ka ardhur vajza atëherë kam mbajtur në Korsikë, sa doktori do të ndroj vend. Vajza nuk do të rish asnjë ditë atje ku je smur, edhe kam ikur në Korçë, që po jetoj tani. Siç po rrinin ai zgërdishur vetë të syri, siç po rrinte në obor, gjatë komisariatit. Po.
Me datë 27, unë jetonim në Korçë, u shpërngula. Edhe në moment telefon komisariati i policisë dhe Bollit. Më thot, o dritë, thot mua, ku ndodhesh? I thashun në Korçë, thashun, thasha se po shpërngulem, thashun. Thash bajta, nga kjo problem, problemi ati, thashun, 8 herë ditësh në politi, thash po lenam në polititë dhe Bollit. E kësha basi shpirën se unë flinjën polici, se unë për ditë vjen shpinë polici, Nertë në telefon kërcënon të shamte, ditë e djajt për para, nuk ditë e gjamë që pa ashtu. Ja kam lanë qartë të shkës, por po së që më sa e dënuar. Sot më tha mojë që data 27 shtator. Sot a deknorën 12 ke gjyqë. Qërë gjyqë të shumë? Ke rrahur, tha mua, i zëdhendrin. Qarë thua ta shumë? Një tha të është po shkoj. Kësha të në pazar me vajzën e vogën. Vajtë në shpi, tha Ndrinidës. Kisha burin, thash, të kisha burin smonë, kisha burin shpi, djalin, Ndrinidër. Një tha më dërshkoj, thash, unë thash, pasam një gjyqë, qarë, thash, kërkëshu, thash, Edi, thash, unë ka hapur gjyqë, kur e kam ra, thash, nana. Mami tha, po nuk kemi kot marrë avokat, pse do marrë thash avokat, tash biri nëndë, unë avokat jam vetë në rojve të time, tash, kur s'kam bata të gjakrim. Shkova atje, nuk jam mend me mbjemër Pysqyli, kishte gjyqtari, kishte marrë avokat Zotnia, kishte marrë avokate. Ndjen kesa është një grup shumë e mirë, për mua që nuk ka ba do një gjasjesh, ka ba punën e vetë zonja, kam respekt, edhe më thot mua, mas je poli, edhe më thot e gjyqtari, keta gja për ta, po thash unë, më tregoj të kam rrath, thash unë, këtë thash unë, unë tjetë për të rrath, thash, ja kam thënë këtë tjetë për të rrath, unë ja pusat plumbin goj, si shmi ka thënë, thash drejtës time, thash, kur me ka rrath, thash mes të bilishtit, thash unë, e për sa thash nga spitali, se kështë baki me terapin. Ndërsa keni parë dhe video, kërë thot a pusë plumbin goj. Nuk isha rrath, thash, e kështë pusë plumbin goj, thash unë, ne kështë ndedhe në trut në erë, thash, ishën thoshat vajzës time. Po nuk ben të ashtuart me këtë, thash unë, pasaj nuk ashtë ashturp, thash unë, një grua tra, thash një burë. Unë tha dua urdhërmbrojtje, sa me pa tjetër dua urdhërmbrojtje që kjo tha të brejtë. Ja dha urdhërmbrojtje gjyqtari 2 javore. Me datë 15 tetor kemi pas seancën e dytë. Mojzën tha mua, ku jeton ti? Thash këtu në Korçë. Po ti, tha në Bilisht. Nuk të hy, tha në punë, tha ti, tha urdhërmbrojtje, se kjo tha në Korçë, ti tha në Bilisht. Shikoj, tha pa pikën e turpit, gjyqtarit. E po ka basa për vete, policët e Devon ka artë ju bëjtha për vete ju thënë Korçë të këtu, pra ne ka arë më shkinë Korçë. Nuk e di ku ishte e dënuar ime këtu. Nisa, i tha për shpifje je dënuar me 3 milion lek, unë nuk e di kush është e vërteta, sepse nuk kam as një dokument, pra ndaj ja kërkova dhe Edit për transparencë. Gazetaria është transparencë. Unë do ta marrë me rezerva këtë gjë. Më mirë kuptoj dashur drita, duke qenë se zotria thot kush je ti të dija. Atëherë, për transparencë, gazetaria kërkon të flasim me fakte, me prova, si që po i tregoni ju të gjitha këto, do marrë me rezerva dhe atë që ju thatë. Çfarë moshe keni ju e nderuar zonjë? Unë jam 53 vjeqe. 53 vjeqe dhe ke rrahur sa është Edi? Jo, 53 vjeqe, para 4 vjeteve, 28 vjeqe. 28 vjeqe dhe Edi? Po, atëherë, se në të para 4 vite që bëhet fjallë. Po, dhe Edi? Edi ka qenë, kujton, 38 është, se ti se është 12-13 vjetë. Okej, pra një 28 vjeqare që rre një 38 vjeq, por më vjen çudi me këtë zotri, se duke deklaruar ti kështu në studio, i bie që e ndjera ka jetuar me ty, dhe nuk ka jetuar si që ka pretenduar në emisionin e parë, që ne edhe pas ndarjes kemi bashkëtuar me njëri tjetrin. Por gjithsesi, se si mund të... Binën kërë shikonin kërë shia, thoshe si s'ka turp që vjen të është. Thoshe vjen të vetëm për idealit. Gjithsesi, ju thotë keni nxjerrë në televizor, gjë që nuk është e vërtet, sepse të gjitha emisionet janë në kanalin tonë në YouTube, ai nipi nesër pas nesër do rritet dhe do të shikoj dhe do kuptoj manipulimin dhe shpifjen që babai ka bërë, se këtu në këtë studio të paktën nga ne nuk është përmendur dhe ty madje kam të rrequr vazhdimisht vëmendjet mos përmendësh emrin e nipit. Gjithsesi, dua të kaloj pak tek avokati. Avokati, jemi përballë këtyre fakteve. Një njeri që rre të ndjerën dhe ajo ka urdhër mbrojtje në shtratin e vdekjes, kjo dhe fjalët që zonja nëna pretendon se ky zotria ka thënë,
ne jemi të fundit për ta diskutuar ka manipuluar apo jo të birin 12 vjeçar për përmendjen e emrit në studio apo nxjerrjen e një fotografie, gjë që nuk ka ndodhur as pak kështu siç e pretendon Edi. Gjithsesi, zotëria tha që ndoshta pas emisionit, se në emisionin e parë ai ka thënë që unë nuk i kam bërë kërkesë gjykatës. Me këmbguljen e avokatës Margarita Kola, ndoshta zotëria ka shkuar dhe po e zbaton ligjin. Pse duhet të shkonte pikërisht në gjykat menjëherë pas vdekjes së ish? E vi se ju ja cituat edhe në fillim të emisionit, por edhe në emisionin që keni bërë herën e kaluar. Si pas pretendimeve të ati, edhe ju ja shpjeguat shumë qartë, nuk ka ligj që kalon automatikisht. Ligji ka procedura dhe procedura duhen zbatuar duke shkuar në organet përkatëse, në këtë rast në gjykatën e rrethit gjyqësor jurisdiksion përgjithshëm Korç. Vërtet ka pasur një divorc, dhe divorci ka përcaktuar përgjegjësinë prindërore, por dhe detyrimin ushqimor që prindi ka ndaj fëmijëve. Në momentin që personi që ka pasur përgjegjësinë prindërore, në këtë rast e ndjera, ish bashkëshortja e tij, është ndarë nga jeta, ai duhet që t'i drejtohet sërish gjykatës për ndryshimin e vendimit për sa i përket përgjegjësisë prindërore të fëmijës. Sepse ai në këto kushte që është, nuk është personi i cili ka përgjegjësinë prindërore dhe për të shtruar gjitha detyrimet prindërore që ka ndaj fëmijës. Aktualisht fëmia është nën përgjegjësinë prindërore të së ndjerës dhe për të rregulluar këtë problem ligjor, ai duhet të shkojë në gjykatë dhe të ndryshojë përgjegjësinë prindërore dhe përgjegjësia prindërore t'i kalojë këtij. Në këtë kushte ai nuk kryen dot veprime ligjore, sepse ligjërisht nuk njihet si personi përgjegjës që ka përgjegjësinë prindërore. Pra, ai duhet të shkojë me patjetër me kërkesë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për të bërë ndryshimin e vendimit. Ndoshta ka vajtur mbas transmetimit të emisionit parë, Nëse ka vajtur, është duke kryer procedurat ligjore që duhet të ndjeki. Ky është problemi për sa i përket pjesës së përgjegjësisë. Megjithatë, a duhen vënë në dieni edhe gjyshrit, sepse kodi i familjes njeh edhe takimet e gjyshërve me fëmijën. Pra, në atë kërkesë duhet të futen dhe gjyshrit të cilët duhet të kenë takime. Kodi i familjes së Republikës Shqipërisë në nenin 219 të tij e specifikon qartë që prindëri nuk mund të bëhet pengesë në marrëdhënien personale që fëmia ka me gjyshërit e tij. Nëse jemi në rastet e pengimit të takimeve që nipi do të ketë me gjyshërit apo dhe anasjelltas, atëherë do jenë gjyshërit ata cilët do t'i drejtohen gjykatës që kur të bëhet edhe njëherë ndryshimi i vendimit tek përgjegjësia prindërore, të caktohet edhe mënyra e takimit të nipit me gjyshërit. Gjyshërit kanë të drejtë ligjore. Neni 219 i kodit familjes e përcakton qartë dhe është gjykata ajo pastaj që bën specifikimin për mënyrën e takimit, sa, si dhe kur do të takojë. Në këtë ndryshim, në këtë proces gjyqësor të ndryshimit të kujdestarisë të miturit, duhet të gjykohet edhe çështja e gjyshërve për takim? Nëse këta me kërkesë kërkojnë nga gjykata që të jenë palë në këtë proces, atëherë automatikisht dhe gjykata duhet të shprehet për sa i përket takimeve të gjyshërit. Zonja Drita, mbas mbarimit të emisionit të parë për ndryshimin e përgjegjësisë ushtrimit të drejtës prindërore nga ana zotërisë, ju duhet të interesoheni në gjykatën e Korçës, sepse Edi sapo e tha pak më parë që kam shkuar dhe kam bërë një kërkesë për ndryshimin e përgjegjësisë prindërore. Duhet shkoni të bëni kërkesë, dashur. Unë kam pol me avokatën e Drinedës. Po? Edhe akoma nuk ka vajtur. Nuk ka vajtur kërkesa, por të jeni vigjilent që kur kjo kërkesë të shkojë në gjykat, jeni dhe ju palë në proces dhe të kërkoni që gjykata të lë ditë të përcaktuara që ju takoni nipin tuaj, se për ndryshe me këtë zotëri që unë po njoh në këto 2 emisione, do ta keni shumë të vështirë. Pra duhet interesohen në pranë sporteleve të gjykatës për të kuptuar nëse ja dëgjoj avokatin. Ka hapur një proces ligjor përveç Timbiri, e di që është arrestuar, nëse që ka bë me fjalë dhe djalim Englanti. Po, të lutem, zonja Drita. Padi penale, kundrejt atij për shpifje. Okej. Atëherë unë kur të kthehem në Shqipëri, po
do hap gjyq në gjyq ku jam dënuar me 3.000. Shiko, atëre, është tjetër, thot avokati, problemi i shpifjes, dhe tjetër është procesi që ju të kërkoni kujdestarin, prandaj kujdes. Ti vërtet mund t'jesh në Greqi. Po them që ky zotënjak ma gjej mua kur jam dënuar. Atëre, nuk ka rëndësi. Nuk ju dha përsëri urdhri mbrojtjes kërkonte me ngulën. Me sa kjo kanë korçti ta. O zonja Drita, të lutem. Avokatja e vajzës tënde, apo djali yt, apo të afërmit e tu, të interesojnë vazhdimisht, po thuaj se disa herë në javë, tek gjykata e Korçës se do humbisni pastaj të drejtën për takuar nipin. Atëherë, dëgjojmë me vëmendje avokatin. Jo se do humbasin të drejtën, por duke qenë se ai pretendon se ka hapur një proces. Se mund të hapi procesin vetë. Nëse ka hapur një proces gjyqësor për sa i përket ndryshimit të përgjegjësisë prindërore, duke qenë se kjo çështje do shqyrtohet dhe gjyqërit kanë problemin që ai nuk i lejon të takohen me nipin e tyre, këta duhet të futen si palë në proces, të bëjnë kërkesë për të futur si palë në këtë proces. Nuk është taksative që nëse nuk arrin do të futen në këtë proces, këta nuk mund ta kërkojnë të drejtën e tyre. Por duke qenë se ky proces po bëhet ose ky proces do bëhet, këta duhet të futen si palë dhe pastaj të kërkojnë të drejtën si gjyshër për të takuar me fëmijët. Sa i domosdoshme është raporti i mirë i nipit tuaj 12 vjeçar me dajën, por edhe me gjyshen, do të na e diskutoj vetëm pas pak psikologu në klinik, por kemi shumë detaje të tjera ligjore për të ndarë me avokatin. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi më njëherë në studio. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, pas hapësirës së dytë publicitare në pjesën e tretë dhe të fundit, dhe ishim duke diskutuar si gjithmonë gjatë hapësirave publicitare, të paktën këtu vazhdon debati edhe jashtë kamerave, po një debat që ne jemi transparent dhe mundohemi ta themi edhe me fjalë të përmbledhura në minutat që na mbeten. Ishim duke folur pikërisht që babai në rastin konkret ka shkëputur një marrëdhënie të një fëmie 12 vjeçar me dajën dhe me gjyshen për shkak se këta të fundit e kanë nxjerrë në televizor. Nuk ka qenë objekti diskutimit djali, pavarësisht se ne kemi diskutuar kujdestarin e këtij të fundit. Djalit nuk i ka dalë asnjë foto, asnjë emër, po gjithashtu edhe babait, ndërkohë që edhe gjyshen si është tërhequr vëmendja për të mos e përmendur emrin e të miturit. Çfarë ndodh edhe me deklaratën që babai dha sot, duke e përdorur djalin si pronë, por djali ka qenë prezent edhe në problemet e çiftit, të nënës deri në divorc, por edhe të dhunës që nëna ka pësuar edhe në shtratin e vdekjes. Po, kjo është e vërtet, sepse nëse ne do kishim mundësi të bënim një dialog ose qoftë edhe të pyetje përgjigje me babain, pyetja që unë do t'i bëj është që sa gatshëm është ai, domethënë për të dëshmuar apo për të suportuar fëmijën, pikërisht në këtë rast nëse fëmia ka nevojë për të marrë një shërbim psikosocial, sepse gjendja e fëmijës është jashtëzakonisht shumë, po themi, është shumë delikate dhe pse jo dhe duhet parë pak në syrin klinik. Kemi të bëjmë një fëmijë që është 12 vjeç, i cili ka nevojë për më tepër kohë dhe për më tepër një suport dhe absolutisht shërbim psikologjik, sepse është në një fazë tranzitore. Bëhet fjalë për një fëmijë i cili ka qenë gjatë gjithë kohës në këtë problematikat, debatet, konfliktet që kanë patur dy prindërit e tij. Aq më tepër kur nëna ka kaluar një periudhë shumë të vështirë me një smundje shumë agresive në trupin e saj që është bërë shkak që e ka marrë dhe jetën, dhe kjo gjë nuk e ka ndaluar, pra apo nuk e ka qetësuar komunikimin midis dy prindërve të tij, por aq më tepër është thelluar. Kemi të bëjmë me një situatë e cila na çon drejt, ne shikojmë njërin nga prindërit i cili ka një mungesë të thellë të ndërgjegjësimit dhe diferencimit emocional. Pra nuk arrin dot të diferencojë një problem që ai ka me personat e tjerë, pra dhe të distancojë fëmijën nga këto probleme. Aq më tepër kur fëmia për fatin e keq bëhet një lloj mekanizmi i cili përdoret për arsye hakmarrje, për arsye po them unë kushtëzimesh, apo qoftë edhe si një mjet i cili për të përdorur për të sulmuar njërin palë apo tjetrën. Ajo që për të bashkangjitur nga gjithë pjesa që tha avokati, që e cilësoi shumë mirë të gjitha anën procedurale ligjore, do thoj edhe këtë gjë që fëmia sot është 12 vjeç. Nëse gjyshërit kërkojnë kujdestarinë e fëmijës,
kanë të drejtën patjetër ta kërkojnë gjykat dhe fëmia merret në cilësinë për moshën që ka për të pyetur normalisht në gjykat, por kjo bëhet gjithmonë në vlerësimin e një psikologu. Pra fëmia bën disa takime të posaçme me psikologun apo dhe punojësin social i cili duhet të jetë pjesë e këtij procesi, pra këtij protokolli vlerësimi, dhe absolutisht nëse gjatë kësaj kohe, pra periudhe kohore, që fëmia ka qëndruar dhe ke gjyshit, por ka qëndruar dhe me njërin nga prindërit e tij, kryesisht me babain në këtë rast, nëse kemi patur një alienizëm prindëror, pra ato që nuk arrin dot po them ta kuptojnë alienizmin prindëror, është kur njëri nga prindërit ndikon mbi fëmijën, duke ndaluar fëmijën, duke privuar fëmijën, duke manipuluar fëmijën në drejtim të një personi tjetër, që mund të jetë prindi tjetër apo mund të jetë familjarët më të afërt. Dhe në këtë rast që ne e kemi parë, të paktën me ato se dëgjuam dhe nga zëri, po dhe nga ato që është thënë në emisionin tjetër, ne shikojmë që fëmia, edhe nga mënyra e gestikulacionit që ka kur ka folur në telefon me familjarët, kryesisht me gjyshen, shpesh herë ka patur stopime të bisedes duke parë majtas dhe djazët, duke treguar që pranë t'i gjuhet trupi tregon që ka një person që monitoron dhe tregon që mund të jetë instruktuar për të mbajtur vetëm krahun e njërit prind, për të shmangur pjesën tjetër dhe për të bërë deklarata që nuk duhet të jem pranë jush. Dhe e gjitha kjo situatë ndikon mbi fëmijën. Prandaj që alienizmi prindëror në këtë rast, nëse vërtetohet dhe dokumentohet, sidomos nga vlerësimi psikosocial që do jetë një argument shumë i fortë për gjykatën për të parë nëse ku du ta lej fëmijën, i takon nëse jo e drejta. Aq më tepër që gjykata në këtë rast nuk është e njëanshme. Gjithë protokolli i cili ndjek në mënyrë analitike rastin për ta dokumentuar nuk është i njëanshëm, por prioriteti kryesor absolut është fëmia, dhe në këtë rast duke parë prioritetin kryesor të fëmijës, vendoset dhe vendi ku duhet qëndrojë fëmia. Megjithatë, unë nuk e di nëse ju keni disa pyetje për zotin Edi, unë shpresoj që ai të na përgjigjet përsëri në telefon, sepse u largua në një mënyrë derisa të flasë zotëria. Po. Psikologu e trajtoi shumë qartë edhe ta themi pak edhe më thjesht edhe më qartë edhe për gjyshen. Alo, përshëndetje edhe njerëz zoti Edi, të kërkoj ndjes. Evi Sameti jam nga emisioni Me Zemër të Hapur. Në këtë studio kam të ftuar një avokat zotëri, edhe një zotëri tjetër, pra dy burra të cilët duan të flasin me ty, psikologu klinik Eduard Tafa. Tani, gjithsecili prej tyre kërkon të bëj disa pyetje. Nuk e di kush do ta nisi nga ju. Atëherë, po e bëjmë Edi është psikologu Eduard Tafa, po Edi. Pyetja ime do ishte sepse pyetja ime po i vjen në një formë edhe racionalizimi, edhe psikoedukimi në këtë rast, edhe për ta pyetur. Pra, më tepër është në shërbim të fëmijës, që a jeni djeni që sjelljet të cilët janë bërë ndër këto kohë, duke qenë prezent fëmia, dhe fëmia shpesh në disa raste është në një formë të kushtëzuar ndër veprimi për sa i përket rrethit të njerëzve që janë pranë tij. A jeni djeni që këto sjellje të nxituara dhe jo të pra po themun të komunikuara në mënyrë suportive për fëmijën mund të bëhen shkak për pasojë psikologjike në vazhdimin e fëmijës, sepse ne kemi të bëjmë një fëmijë vetëm 12 vjeçar, i cili nuk është i përgatitur në këto momente për të përballuar situata kaq tensionuese. Edi, dëgjove psikologun? Çfarë shkon tani? Po, më thonë. Tam lini ta arrit këtë djalin me këto alle që më kanë rënë mua më zojnë. Ja, kjo është Djali është shumë i lumtur. Më jo, ti e bërë shkaktar për të shtuar hallet, se ti nuk po i zgjidh hallet. Shpije në shumë kurse. Merremi me aktivitete. Po kjo është detyra që ju keni. Është detyra e çdo prindi kjo. Është edhe një lloj gjëje. Tani çfarë kërkoni prej meje? Atëherë, djali që nga emisioni i parë deri në këtë emision ka ndërprer komunikimet, sepse ju i keni thënë që ju kanë nxjerrë Daja dhe gjysha në televizor. Pse ja ke thënë këtë gjë? Ajo është mashtruese. Është mashtruese. Nuk ka ke sjell asnjë dokument, zoti Edi, se na thënë që në emisionin e parë do t'ju dim dokumenta. Mashtruese për çfarë? Çfarë dokumenti kërkon prej meje? Çfarë dokumenti kërkoj prej teje? Kur zonja është dënuar me 3 milion lek gjop për shpifje. Po, me vendim gjykate. Po, për shpifje. Ajo edhe gazetarët në Top Channel, jo dha unë në gjyq, e fitova gjyqin e u gjobitët. E ja fala pasaja. Po, na je pak këtë vendim gjykate. Po, se në rastin kur ju keni bërë kallëzim në polici për dhunë, dhe gjykata ju ka rrëzuar urdhrin e mbrojtjes, sepse nuk ka pasur dhunë, nuk ka qenë e vërtet. Nuk duhet edhe ju të dënohesht për shpifje nëse ajo do të ndishte procedurat ligjore më pas?
Pra, kur ju keni kërkuar urdhër mbrojtje që të ka rrahur ish Vjera. Nuk ka marrë urdhër mbrojtje për Vjerën. A jeti e i që ke bërë kallëzim trem, ke shpifur? Me të gjitha. A jeni ju që keni shpifur sepse Vjera nuk ju ka dhunuar? Si që thatë edhe në emisionin e parë që Kunati nuk ka dhunuar djalin, por policia nuk e di pse ka shkuar. Tani, a i është në polici që ke rrahur nipin? Me rrahur në denontim, e mban makinën e djalit, e mban me vegjësi. Nuk dua dhe Jo, policia e Korçës i kanë thënë ke vjedhur makinën në oborrin tënd, zoti Edi, dhe ke rrahur nipin. Atëre, a duhet të denoncohesh edhe ti për shpifje? Po i ka thënë në kështu policia, po. Po kështu pra i kanë thënë. Madje i kanë thënë 3 vjet për dhunë ndaj djalit, 9 muaj për vjedhjen e makinës. Si muaj? Policia i ka thënë do dënohesh 3 vjet për dhunë ndaj nipit dhe 9 muaj për vjedhjen e makinës. E beson ti? Nuk e di unë prandaj të marë, zoti Edi më kupton, unë prandaj marë për të ballafaquar, se në këtë studio prandaj jemi për ballafaqim. Po? Nuk e lejoj të ma prejkë djali njëri me dorë. Po? Po ta prejkë me dorë, a unë zvete në polici për e zhjith vete. A jo, nuk jemi këtu për vegjysi. Po, ju kështu e doni. Jo juve, kush juve? Ma mban makinën me vetë gjyqësi. Makina në pronësi kujtash? Ja vasë që e thatë në dorët, më tha dojtë e Tiranë, nuk po e kthejnë. Për makina në pronësi kujtash? Makina në pronësi të kujtë është, pyet avokati. Si? Makina në pronësi të kujtë është, thot avokati. Të djali tim është. Si është në pronësi të djali? Një 12 vjeçar nuk mund të jetë pronar makina. Djali është i mirë nuk zonë... Të drejtë prone është, nuk ka të drejtë prone, është 12 vjeç djali. Duhet jesh mbi 18. Po edhe shpinë time kam në emër të djalit. Çfarë do thotë kjo? Për tani po flasim për mora apo rregullat pashkruara apo po flasim për ligje tani? Po flasim për... Se nëse ta flasim ligjërisht, makina nuk është e djalit, dhe nëse makina nuk është në pronësitë tënde apo nuk ka qenë drejt për drejt në pronësitë të së ndjerës, ish bashkëshortes tënde, ti nuk ke as drejt pronësie mbi makinën. Pavarësisht se çfarë mund kërkosh ti. Po edhe nëse ka djali, nuk ka drejt, as ta ngasi makinën, po nuk ka pra asnjë lloj drejtë, sa tani ai po kërkon të kapet në gjëra bëj dhe një pyetje. Po, jo, bëja një pyetje, bëja një. Jo, pyetja ime Po si janë kanë të aftë, ato nuk njohin asnjërin nga palët, të lutem, mos ofendo profesionistë shumë të zotë të fushës. Është i pa aftë shteti, se funksiononte shteti, ai duhet të ishte në burgë. Faleminderit. Duhet të ishte në burgë, i qoftë se shteti do ishte jaftë. Për gjitha kallëzimet dhe zoti Ibrahim Sako, po shikon, rrëfimin tënd edhe të zonjës, nuk një asnjërin nga palët, ama janë profesionistë shumë të nderuar në fushat e tyre, si Eduard Tafa, si Ibrahim Sako. Po jo pra, përgjigja jote i bën ata të dyshojnë në vërtetësinë e fjalëve. Sepse ai nuk e kupton dot që ne jemi këtu në shërbim të prioritetin kryesor që është fëmia. Jo, ne nuk të themi, të ka thënë zonja, nuk të themi ne këmbgulim të marrim të dëgjojmë dhe ty, Edi. O Edis, ai nuk e trajton problemi që ka problemi ka mes është fëmia, dhe shkaktari kryesor për gjendjen e fëmijës është ai që nuk kupton përgjegjësitë prindërore që ka, por dhe përgjegjësitë ligjore. Sepse me gjitha të traumë që ka kaluar fëmia, i është ndarë nëna nga jeta në një moshë shumë të re, të shkaktosh gjithë këto probleme, pretendime të paqëna, ai është kryer një problem shumë serioz për të ardhmen e fëmijës, për të ardhmen psikologjike të fëmijës. Dhe për këtë gjë mund flasi... Edi, mund të bëj një pyetje. Pse pas emisionit të parë djali është shumë i trembur me gjyshen dhe medaljen? A mund të flasin ata të qetë në telefon? Zonja. Po. Telefonin nuk e ka djali. Jam kishin hapur një grup me shokët e klasës, më njoftovi mësuesja kujdesare, më tha, po pati mundësi, shkëpute nga telefoni, tha se nuk përqëndroj në mësim, tha. Po jo nga komunikimi me gjyshen dhe medaljen. Tani ku qëndron e keqja këtu? Jo, Edi, jo nga komunikimi me gjyshen dhe medaljen. Ajo të ka thënë, mos i lërë... Më falë, kush e ka ndaluar njëre me gjyshen? Po sa po e thot gjyshja pra, që djali ka thënë, jam shumë i mërzitur se më keni nxjerrë në televizor. Dhe kjo nuk është e vërtetë, se nuk ka qenë objekt djali. Po me nxori stopi, e fut në YouTube e shikoja. Po ne jemi emisioni me zemër të hapur, zotri.
Zoti Edi, të lutem, kur e kanë nxjerrë tjetër emision, kolegët tanë, djali ka komunikuar me gjyshen. Ne po flasim nga emisioni jonë, e deri në këto momente që flasim, këto ditë, çfarë ka ndodhur që djali i thotë, më keni nxjerrë në televizor. Këtë po të sqarojmë ne ty. Nuk dua fare të më shqetësojnë ata lloj njerëzish. Jo ty, duan të flasin me djalin. Kam respektuar, kam pasur marrëdhënie shumë të mira, i thash edhe makinën mbaje ti, i thash, e do mbaje. Po makina është e djalit, i thash. Edi, e dua të të them që kodi 219 i kodit familjes deklaron që gjyshrit kanë të drejtë takimi, siç ke pasur ti kur ke qenë i divorcuar nga nëna e djalit. Pra, po, edhe gjyshrit kanë të drejtë takimi. Jo me jo. Ajo ma kanë nxirr jetën, ajo. Nëse çfarë edhe marrëdhënies personale keni ju me gjyshen e djalit. Marrëdhënia jote me Ish-Vjerrën është marrëdhënia jote, po ajo e nipit me zonjën Drita është e nipit. Ajo nuk të trajton si ty dhe nipin njësoj. Edi, shiko, zonja Drita, si që të trajton ty, nuk trajton nipin. Me nipin ka tjetër marrëdhënie. Kështu që, unë dua që ti të reflektosh edhe të mos e pengosh djalin. Më pas pak çfarë të reflektoj, çfarë duhet të bëj unë për... Që mos të pengosh djalin të flasi me Dajën dhe me gjyshen. Se shumë shpejt edhe gjykata do marrë vendim për ta. Djali nuk do vetë njërë. Po ti thuash djalit që gjyshja edhe Daja të kanë nxjerrë në televizor, normalisht? Nuk do, po... Mirë, do ta pyesim djalin. Okej. Vetëm thuaj këtë gjë. Ja ta dëgjojmë psikologun pak? Vetëm thuaj këtë gjë. Po çfarë psikologe? Psikologun ton. Vetëm më dëgjoj, sepse nëse gjyshja do kërkoj të drejtën, që e bën shumë mirë nëse kërkon të drejtën gjykat, pra të shkoj në gjykatë dhe kërkoj drejtën për takimin e fëmijës edhe për kujdesarinë e fëmijës ka plotësisht të drejtën. Djali, po pra, patjetër pra, nëse ti je, dhe me thënë, ky që hiqesh tani, që del në gjykatë dhe të thuash atje që fëmija është prona ime dhe unë për çfarë duash me fëmin, mund ta përdorësh si argument dhe do shikosh me njëherë vendimin e gjykatës pra që në atë sekond. Por djali të jesh më se sigurt, sepse djali për tranzicionin shumë të vështirë emocional që ka kaluar. Po çu the në emisionin e parë, ka shumë nevojë për shërbimin psikosocial sepse duhet të jetë në monitorimin dhe takimin me psikologin që do të caktojë gjykata. Jo, unë e bëj emisionin ndaj çdo qytetari, të lutem. Dhe do jenë ata sepse ne thjesht japim në mënyrë psikoedukative, po themi argumentet tonë për çështjen që është, por atje do kesh totalisht një protokoll të caktuar nga gjykata që do merret me vlerësimin e rastit. Ne nuk mund të dëgjojmë vetëm njërin palë dhe thuash pastaj që emisioni shpiti. Unë po të pyes edhe dy edhe zonjën. Po nuk mund t'i trajtosh ti se nuk jeti ai që i vlerëson kush është me kartel kuqe, gjelbërt apo ngjyrë tjetër. Prandaj që mos etiketo dhe mos Mirë, zoti Edi të falenderoj. Të falenderoj. Të falenderoj. Zoti Edi të falenderoj. Të kërkoj edhe një ndjes për shqetësimin. Të falenderoj, është pa mundur, domethënë që ne të flasim dhe ta bëjmë Edin të arsyetoj. Të japim hapësirë atij, jemi duke përcjellë një mesazh negativ në opinionin publik dhe në shoqëri. Ai jo vetëm se nuk është i kthjellët për përgjegjësitë që ka, po ai ka dashakeqësinë që ta përdori gjithë situatën në favor të vet për të arritur ambicjet e veta në lidhje me problematikat që ka me... Megjithatë ne shpresojmë që të monitorohemi nga gjykata e Korçës, nga policia. Edhe psikologu, nëse këtu do bëhen seancat mirëfillta dhe shteti do funksiononte, të gjitha procedurat do bëhen hap pas hapi, ai rrezikon të humbi përgjegjësinë prindërore. Në këtë lloj mënyre si sillet ai, si vepron, çfarë deklaron dhe si e imponon fëmijën karshi Dajës apo gjyshërve të tij, ai është duke ushtruar dhunë psikologjike ndaj fëmijës. Në fakt nga zonja Drita nuk kam parë asnjë ofendim për kundrejtetit, ë? Përgjegjësinë prindërore. Ne thjesht pam një spostim, pra ne kemi parë një spostim të atyre që janë deklaruar tani, pra një mungesë empatie të theksuar ndaj ish-bashkëshortes, e cila gjendet në shtratin e saj, domethënë në momentet e fundit të jetës, dhe nuk merr atë për krajin emocionin apo sensibilizimin apo solidarizimin siç e ka marrë nga mira shqiptare, nuk e merr nga një person që ka patur partner dhe bashkëshort dhe që ka një fëmijë, dhe shikojmë të njëjtën mungesë empatie është spostuar pra edhe këtë gjithë personat e tjerë. Pra edhe ne dëgjojmë për shembull një mënyrë shumë të ashpër komunikimi dhe sidomos pra kur ne jemi këtu të ftuar në një panel për diskutuar prioritetin kryesor të rastit që është fëmia dhe minimalisht një prind që ka empatinë
Pra, ndaj fëmijës vetë, do ishe shumë kureshtar dhe shumë disponibil për dëgjuar argumentet e secili dhe për të bashkëpunuar në mënyrë edukative se si duhet ndihmuar rasti dhe se si fëmija e tij të marrin ndihmat e nevojshme, po them unë qoftë suplementare, qoftë psikosociale në vazhdimsi. Dhe ne shikojmë që hasim një rezistencë shumë të madhe, duke menduar që fëmia, që është etiketimi më absurd që mund të përdoret, domethënë në formën më të keqe, është proneimja. Edhe mendoj që nësa i e pohon këtë në gjukat, automatikisht gjukata do marrë vendime më të drejta. Të theksoj edhe diçka për Edin, a i pohoj që në një tjetër emision është paditur kjo zonjë dhe gazetarët e ati televizioni kombëtar, gjë që më duket absurde, sepse rrëfimi në atë televizion është bërë nga vetë e ndjera. Tani kemi të ndjerën që është akuzuar dhe është dënuar për shpifje, së bashku me gazetarët, apo kemi zonjën Drita, se këtë nuk e kuptojmë. Sa ishte gjallë kjo zonjë deri në korrik të këtij viti, ajo ka rrëfyer me detaje urdhrat e mbrojtjes dhe problemet që ka pasur jo vetëm me smundjen, por edhe me vetë Edin. Edhe se kur këtë ndodhur, nuk është thelbi i problemit. Nuk as gjithë, as të regulon gjë nëse ajo është dënuar për shpifje. Problemi këtë mes është Edi, i cili bëhet pengesë për marrëdhënien e fëmijës, por dhe për zhvillimin emocional të fëmijës. Qartë. Megjithatë, është emisioni i dytë. Zonja Drita, më dëgjon? Dëgjoj. Unë shpresoj që Edi sot nëpërmjet rrëfimit të dy zotrinëve të nderuar, avokatit dhe psikologës, të reflektojë edhe pas ndërhyrjes së disa timen që nipi të komunikojë i lirshëm me ju dhe me djalin tënd. Prandaj, çfarë do t'i thuash ti nipit pa i përmendur emrin atij, drejtoj një mesazh që çfarë ka ndodhur dhe pse ai duhet komunikoj me ju. Pa ja përmendur emrin, të lutem. Shpirti nans, oksigjeni, drita e diellit tim, të këty shikoj çdo gjatë në Brinedës, nëna jote kur sa kanë përmendur emrin në emisione, dhe ku s'kan për ta përmendur. Ti je çdo gjë për mua, drita jeme. Njofto që ti je mirë, shpirti nans. Po i kam thënë që do të duroj çdo gjë, njofto që ti je mirë. E nuk dua që ti të mbuash, që unë dua të plas me ty. Do vi koha do rritesh dhe të kuptosh çdo gjë. Zonja Drita, më vjen keq që e mbyllim kështu këtë emision. Unë shpresoj që ta rimarrësh veten, do më lejosh të bëjmë mbylljen e emisionit dhe do flasim personalisht bashkë. Faleminderit edhe një herë që i besove hapësirës së këtij televizioni dhe të emisionit me zemër të hapur. Faleminderit edhe një herë të gjithë atyre që na kanë ndjekur me vëmendje dhe këtë në emisionin e dytë të kësaj nëne që i vuan shpirti që prej korrikut të këtij viti, kur ka humbur vajzën, por bashkë me vajzën dal nga dal janë hapur edhe probleme të tjera. Le ta lëm atë të ndjer të prehet në paqe. Sepse edhe aty ku ka shkuar, shpresojmë për t'jetë kthyer në një angjëll mbrojtës për të birin, për nënën, për vllajin dhe për gjithë kënd që e ka njohur dhe ka pasur afër. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen, bashkë mbyllim këtu të emision për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më takofshim.